Karriera em normal është zhvillu shkallë, edhe nuk është se kam ndjenë ai ullje. Zakonisht jam gjithmonë ngritje sipër. Jam shumë e kënaqur edhe shumë e lumtur mënyrën qysh unë e kam rri, se është normale, nuk më kish pëlqy kurrë nëse kisha bo njëherë pam edhe mo mas një vjetit s'm kish njoft kërkush ose s'm kish ngu kërkush. Është shumë diçka tepër e mirë që njerëzit vazhdojnë vetëm me më ndëgju, vetëm me më dasht, vetëm me më thirrë në festat e tyne familjare dhe kjo është shumë e mirë. Ku e gjen veten mas shumë ti kur këndon live muzikë, në koncerte apo ndasma? Besoj që dyat kanë emocionin e veçantë. Po, qashtu, secila e ka atë t'vetën, dhe dashta me lidh që nëse një person e don punën nuk kshyr ai ndasëm, ai në mbrëmje. Ti punën ke me bo mas miri, ose unë po flas për veti, unë punën teme bëj mas miri edhe munona maksimum me dhonë maksimumin tem. Kështu që e di që asnjëherë njët nuk është që jom kon dikon me një klub, me një mbrëmje, ose me një mbrëmje marinore, ose me një dasëm që dikush është nda dhe më thoni pa kënaqur.